Përshëndetje nga kuzhina Niri. Sot kam vendosur të përgatit një revani me sherbet. Një revani tradicionale që e kemi përgatit gjithmonë në shtëpinë tonë. Prej gjyshes e deri te unë tashti gjitha e përgatitim dhe del tepër e shishme. Krejt që na nevojiten prej përberzë janë 10 vezë, një gotë ujit e 200 ml jo plot me sheqer, mandej 10 lugë të gjellës plot me miell, një pluhur përpjekje për ndryshe peciv. Për shërbetin na nevojiten 500 gram sheqer, 1 litër me ujë të nxehtë ose të val për ndryshe, 2 copa të limonit, 1 sheqer vanile. Sheqerin e vanilës ja qes une që mu më pëlqen, a receta tradicionale është pa sheqer të vanilës. Kështu që une kom qef edhe ja qes. Shkoj Ramazani, shkoj Fitër Bajrami, edhe inshallah i presim prap shumë bajrama e shumë Ramazanat e tjerë, kështu që nuk e presim na derisa të vjen Ramazani tjetër ose bajrami, por prap vazhdojna me ëmbëlsira. Sidomos sot kuha me shif taft, çka me qit, po mëre, mra kështu sikur se huj për një revani me sherbet që kemi qit gjithmonë në shtëpinë time. Bismillah, fillojna me përgatitjen e brumit. I marrim 10 vezë, bismillah, i qesim tek mikseri. Shtojna sheqerin, edhe i rrafim vezët me sheqer derisa të bëhet një mos kremoze. Të një herë s'kan pas mikser gjyshet tona, i kanë rrafur me tel të dorës, por ta shkua më ndryshe i rrafim me mikser. Derisa të rrafim një vezët me sheqerin, e marrëm një tenxhere ku e edhe 1 litër ujë të nxehtë val, shtojna 500 gram me sheqer, 2 copa të limonit, edhe 1 sheqer vanilë. I përzina qëta edhe për një 10 minuta vlojna shërbetin, pra mbas të fillon me vlu, prej aty i mjedh në to 10 minuta. I kemi rrahur vezët edhe shefni brumin tashti se si është rritur. Në moment tjetër edhe shërbeti është të krozi, tash e marrim një pluhur përpjekje për ndryshe peciv, edhe miellin po ashtu shtojna edhe përzina prap me mikser. Brumi është gati, e kemi përzi mas ja kemi qitë pra edhe miellin. Tash e marrim një tepsi me dimensione pra mas 30 cm. E kom ly letrën përpjekje me gjallë, për edhe qoshet pra tepsis me gjallë. Ju mundin edhe me vaj, veç e qitë një pak miell, po që mos të ngjitet për tepsije. Bismillah, tash e qesim edhe brumin në tepsi mas 30 cm. Furrën e kemi nxejnë temperaturë 180 gradë. E kemi qitë brumin në tepsi, e shkunim brumin kështu me duar pak tepsin, me njëherë bismillah fusim pra tepsin e furrën e nxehur temperaturë 180 gradë që pike. Shërbeti është zi për 10 minuta, tash e nalim edhe shpëretin edhe e largojna shërbetin, pra lojna me uftof jo krejt, por me qenë i ngrohtë, pra gati si i ftoft, tash ku e ftoft edhe lojna ndritare. Edhe revanin e kemi hek prej furrës, e kemi pjek në temperaturë 180 gradë për 30 minuta, si gjithmonë me një rëmuj se e shikujna pra, edhe nëse brumi nuk ngjitet atëherë edhe revania është pjekur. E but se kur së Tashti të nxehtë revanin me një herë e prejna pra. Si me prej një sëngjerë, si kurse me prej këtë revani, që del pra e but. E kemi bo tash edhe prerjen e revanis, shërbetin, ja kemi largu pra edhe limonin, edhe kemi qitë në bakall që ma kollaj ta qesim pra mbi revanin, edhe ja kthejna pra revanis shërbetin. Del super e shishme, me të vërtet tepër e mirë.
Ani me qenë kështu me vezë të katunit, bio. Veç ngjyrën që shë kopra, se lemo shijen. Ja kemi qitë krejt shërbetin edhe shifni si e ka pi me njëherë. Tash e lojna që të ftofet krejtësisht pra me qenë e ftoft. Provane bindeni vetë e një revani tradicionale që e ka qitë gjithmonë, pra gjyshja, tezja, nonna, hallat, une, krejt familja ime, pra gjenia femrore në familjen time edhe qesim gjithmonë. Ja vlen ta provoni me të vërtet super e shishme edhe e budel që të knoq. As nuk i qes vaj, as nuk i qes përmi kokos, pra vetëm shoqer vanilën ja qes vetë kom qef për aromë jep të mirë shërbetit, por si që thashtë në fillim, revania tradicionale është pa shoqer vanile, por unë vetë prej qefit tim tash ju qitjani ose mos qitjani, ajo është dëshira e juaj. Unë për vetja kom qitë, sepse revania pra tradicionale është pa sheqer vanile. Kështu që neve na beft mirë e ju e motra të dashura nëse provoni,